إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall. Ndërsa salavatet dhe selamet i qofshin Muhammedit alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht do përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëj me temën të titulluar Adhuroje Zotin tënd deri në vdekje. Vëllezër të dashur, gjithçka që ekziston në gjithësi ka fillimin dhe mbarimin e saj, përveç Allahut të lartësuar, i cili është i pari pa fillim, i fundit pa mbarim. Ashtu të njëjtë e ka fatin edhe muaji i bekuar i Ramazanit. Ka fillimin e tij dhe ka mbarimin e tij. Ndërsa ne jemi tash në ditët e fundit para mbarimit të tij. Ne kemi ndryshime të theksuara në shpirt edhe në vepra. Në aspektin fetar, jemi vetë dëshmitar të këtyre ndryshimeve. Ne falim më shumë namaz, agjerojmë, japim sadaka, mundohemi të ndihmojmë më shumë, lexojmë më shumë Kur'an. Pra këto ndryshime ne i jetojmë. Njëjtë kemi ndryshime në raport edhe me të tjerët. Ne kemi patur më shumë kujdes në sjelljen tonë ndaj të tjerëve. Jemi sillur më mirë, jemi munduar të jemi më të respektuar kundrejt tjerëve. Këto ndryshime me lejen e Allahut na i sjell pra muaji i bekuar i Ramazanit. Mirpo, Allahu na porosit, kërkon prej meje dhe teje, që këto ndryshime ti intensifikojmë, ti shtojmë, ti rrisim në 10 ditëshin e fundit në të cilin ne jemi qëtash. Ai kërkon nëpërmes praktikës së pejgamberit alayhis salam, që ne edhe një herë këto ndryshime, pasi që jemi ka fundi, nuk do t'i kemi më për një vit të plot, nuk e di më do të arrijmë vitin e ardhshëm Ramazanin, që ne t'i japim pak më shumë zor edhe t'i intensifikojmë. Por jo vetëm kaq, Allahu na porosit dhe kërkon në ajet kuranor në formë direkte që ne këto ndryshime të na shoqërojnë duke adhuruar Allahun, duke u sillur mirë me njerëzit, sa gjatë gjithë jetës sonë derisa t'ja dorëzojmë shpirtin Allahut. Këtë urdhër, këtë kërkesë që unë ja them vetes dhe juve, Allahu Gjelleshanuhu e thot në surën e 15, ajeti 99, ai na thot kështu: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroje, vazhdo në ndryshime pozitive derisa ti që dorëzosh shpirtin Allahut. Pra ti marrim këto ndryshime që pësuam në veten tonë, edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin njerëzor të kësaj bote, ti marrim me vete, ti intensifikojmë në këto ditë të pakta të ngelura, edhe ti marrim gjatë gjithë jetës tonë, derisa që dorëzojmë shpirtin Allahut. Pra, ajeti na bën
thirrje direkte për vazhdimsi të ndryshimeve pozitive deri në dhënien e shpirtit. Allahu të lartësuar. Argumente, fakte, më tepër ato logjike, se vërtet njeriu duhet jetë i mençur, duhet ta jetoj jetën e tij me mendje, me logjik, me argumente, fakte, logjike, sepse Allahu ka caktuar rregulla të pandryshuara, ligje natyrore të tija. Nëpërmes tyre ne e kuptojmë formën, konceptin se si ne duhet të jetojmë. Ndërsa argument më i madh që njeriu ka mundësi ta merr si mësim për vazhdimsi në adhurim të Allahut deri në frymën e fundit, nuk ka mësim më të mirë se vdekja. Pejgamberi a.s. thot, në Nebi sallallahu a.s. kal, kefa bil mauti wa'idha. Ju mjafton vdekja si këshilluesi më i mirë. Mësuesi, këshilluesi më i mirë se ajo nuk ka që neve na bën të reflektojmë, të logjikojmë, të meditojmë dhe të vazhdojmë me mirësi, me ibadet ndaj Allahut, pastaj sjellje të mirë ndaj njerëzve deri në kiamet. O vëllezër, kur e sheh njeriu me fytyrë të shëndritshme, një trup të gjallë dhe një mendje që drejtonte në jetën e tij, e shihje njeriu të tillë, të nderuar, të respektuar. Pastaj kur i vjen atij vdekja, e sheh që ai është transformuar në një xhenaze, në një kufom që pret të varroset nën tokë, i mençuri i cili analizon, percepton këtë çështje, vërtet i mjafton këshill për të vënë gishtin në kokë dhe të analizoj, të organizoj jetën e tij, të mbështetur mbi fakte, argumente, duke u nisur nga ato fetaret, pastaj edhe ato logjiket, që të jetoj një jetë kualitative, të baraspeshme dhe të gjithanshme, që i siguron në këtë botë sukses dhe shpëtim në botën tjetër. Vëllezër të dashur, nuk ka momente, nuk ka çaste më të mira se sa në muajin e bekuar të Ramazanit ne të marrim mësim edhe të vazhdojmë edhe pas Ramazanit me këto ndryshime. Për arsye të begative të shumta që ne i jetojmë në këto ditë të Ramazanit. Nga agjërimi, namazi, leximi i Kuranit, pastaj dhënia e sadakave, respekti i njerëzve, i pam faktet, i pam argumentet. Një ditë do të ndrojmë jetë, një ditë do të kalojmë nga këtu, e pam mirësinë e praktikimit të këtyre mësimeve. Përjetuam këto ndryshime në shpirt, në zemër, në gjymtyr. Wallahi nuk ka më mirë, nuk ka mundësi më e mira se kështu të vazhdojmë inshallah edhe pas Ramazanit, edhe pastaj deri në fund të jetës sonë. Lutim Allahun xhelle shanuhu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tija të larta, na mundson neve ja Allah, mundsova fëmijëve tonë, o Zoti i gjithësisë, dhe mundsova të gjithë muslimanëve ta adhurojnë Allahun xhelle shanuhu deri në vdekje, ashtu siç ti je i kënaqur. Amin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li jamil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa at-tawwabur rahim.